Përshëndetje, sot po mësojmë sekretin e përgatitjes së limonadës në shtëpi. Fillojmë. Për ta përgatitur këtë recetë, fillimisht na nevojitet sheqer. Për me përgatitur këtë recetë, ju nevojiten 150 gram sheqer, 200 ml ujë dhe e lam që të shkrihet ngadalë. Unë po përdor 150 gram sheqer, mund të përdorni deri në 200 gram sheqer nëse doni të ëmbël limonadën. Tash e kam lanë veç të shkrihet, nuk e la me vlu, s'ka nevojë, vetëm se sa sheqeri të shkrihet, pastaj e largojmë anësh që të ftohet. Për me përgatit limonadën, na nevojiten edhe limona. Unë kam këtu 5 limona, të cilët fillimisht do t'i ndajmë për gjysë, e pastaj do të marrim edhe lëngun e limonit. Gjysmën e limonit do të ndaj në feta, pasi që do të më nevojitet për më vonë, për t'ja shtuar lëngut. E pjesën tjetër të limonave do të vazhdojmë të shtrydhim në një shtrydhëse si kjo, ose i shtrydhni me dorë, edhe kështu marrim vetëm lëngun e limonit. Kjo recetë besoj që të gjithëve do ju pëlqej, ka shije shumë, bëhet shumë e mirë, ju freskon në këto ditë të nxehta dhe ju bën që të ndiheni më mirë. Përgatitet e lehtë, përgatitet shpejt edhe është shumë e shijshme. Pasi kemi shtrydhur 4 limona e gjys, tash lëngun mundeni edhe me kullu nëse nuk i doni ato pjesët e vogla që dalin për shkak të shtrydhjes së limonit. Mirë po, mua më pëlqen, pra mos me kullu, por me hedh lëngun e limonit ashtu siç është. Por nëse doni ju, mundeni pra lirisht me kullu, edhe tash ja largojmë farat që kanë ra. Edhe këtu krejt në fund shtojmë ujë, 800 ml. Do me thonë në total 1 litër ujë, pra 200 ml ja kemi shtu pra të shërbeti, edhe 800 ml ja shtuam tani, gjithsej 1 litër ujë. Shtojmë fetat e limonit edhe në fund për t'i dhënë shije më shumë edhe gjethe. Menteje në qoftë se keni në shtëpi të mbjellura ose i bleni, i japin një aromë dhe një shije shumë pijeve që i përgatisin vetë në shtëpi, provone sepse besoj që do t'a pëlqeni. Lëngun ose limonadën do t'a lë që të ftohet në frigorifer, edhe mund t'a lëni edhe gjithë natën kështu që të ftohet, e pastaj kur të ftohet e kemi gati. Është një nga pijet më të mira që mundeni me përgatit gjatë ditëve të nxehta. Tash po e shërbejmë edhe me pak akull, sepse kështu na freskon më shumë. Hedhim akull edhe i mbushim gotat. Kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për sot, provone, jam e sigurt që edhe kjo recetë do ju pëlqej, vetëm se ju duhet pak kohë për ta përgatitur. Krejt në fund shtojmë nga limoni, të cilën e kemi hedhur në tenxhere pra në feta, pak gjethe menteje edhe pijat i kemi gati, vetëm se na mbetet për ta shijuar. Nëse do e përgatisni recetën, na shkruani në koment. Një nga pijet më të mira që keni përgatitur ndonjëherë në shtëpi. Më mirë se sa me ble, kështu i keni të freskët edhe të shijshme, edhe bani çish doni vetë, me sheqer ose me pak sheqer. Kjo ishte receta për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer. Qëndroni me ne për më shumë receta të këtilla. Mirëmbëjtje.